do pagesh me lek, e pagesh me lek. Mikpritja mbetet një nga tiparet kryesore të atyre banorëve. Shërbimet gastronomike me ushqime tradicionale dhe verëra artizanale janë po ashtu të shijshme sa që të mbeten gjatë në kujtime, sidomos të shoqëruara me fjalë arbëreshe si të bëv të mirë. Aty mund të paguash edhe me valutën shqiptare lek, por gjithsesi një dhuratë nga shtëpia do të ta jepnin si shenjë respekti. Ishte shumë njohur te Gjidjeta, për çertu pagesh me lek. Gjithë kindet që vijnë ka Shqipëria, që vijnë ka Gjidjeta, u i thom kur han, kur pin, do pagesh me lek, e pagesh me lek. Mi japin lek e u jap restu lek. Unë po shoh këtu edhe produkte shqiptare. Jeni e furnizuar? Më duan mirë, gjithë shqiptarët, kosovarë, Maqedoni kur vijnë, më bien një lule, një flutur, i bukur se u e vëmë këtu të obalë. E ata janë gëzuar e misht, i buket miza, sa u i flas shqipë. Atëherë, ju keni arritur të ruani gjuhën tuaj, në shtëpi si folni? Na flasim brenda, gluhën, flasim shqipë. E prindrat që i flasin fëmijat, fëmijat flasin shqipë.